Atëre goca, të shikojmë pak sot me një pyetje, nëse i dashuri juaj aktual tani ka një dashuri për ju apo për dikë nga e kaluara, apo ishi juaj nëse ka një person të ri apo është duke vujtur ndarjen me ju. Pra, edhe për atë që është aktual dhe për dikë që nuk është më në jetën tuaj, pra është një ish. Edhe sipas letrës, ja ku jemi këtu, ishi juaj është cop-cop. Siç e shikoni këtu, është një person i transformuar, një person që me mendimet e veta nuk është asgjë kundi, një person pa fuqi dhe një person që nuk ka as vullnet për ta ndryshuar situatën e vet. Sigurisht që këtu është diçka që nuk është më. Pra ai në këto momente nuk ka dikë tjetër, por është duke vujtur për diçka që nuk është më. Ndërsa këtu lart je ti, ndoshta me vetveten, ndoshta me shoqen tënde apo një person shumë të afërt që në largësi vazhdon të dish dhe të kërkosh arsyet pse qysh tek, ku është tek është. Kjo është për isha tuaj, ndërsa për një person aktual, një partner aktual, mund t'jetë në prezencën tuaj, por përsëri unë mund të them se është duke vujt për diçka që nuk është më, mund t'jetë me ju, por s'nuk. Por s'nuk, që do thotë se ai mund t'jetë fizikisht me ju, por shpirtërisht edhe mendërisht nuk është asgjë kundi. Ciao.